Përshëndetje gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim Pasion Kuzhine. Sot në këtë fillim muaj përgatita këto kurabie gjalpi që na rikthejnë shijen e vjetër të shtëpisë. Janë kurabie që janë përgatitur para viteve 90, por gjenden tek tuk edhe sot në disa pasticeri. Fillojmë nga puna. Si e shikoni, këtu kam bërë gati përbërësit edhe tavën në të cilën do I pjekim. I kam peshuar sigurisht dhe I kam gati për të përgatitur kurabiet. Këtu janë 120 gram gjalp, I cili duhet në temperaturë ambienti, edhe pse e kisha harruar ta nxirja nga frigoriferi, gjalpi do zbutet gjatë punës. Shtuam 50 ml me vaj lule dielli, 80 gram sheqer pluhur dhe 40 gram niseshte. I përziejmë me maj të gishtave derisa masa të bëhet homogjene dhe gjalpi të shkrijë plotësisht. Më pas shtojmë gradualisht 200 gram me miell, duke e përzier dhe duke shtuar miellin. Edhe pse duket sikur brumi nuk bashkohet, por gjatë përzierjes do e shikoni që do bëhet një brum I butë. Është niseshteja ajo që e mban pak të shpërndar, por niseshteja I jep edhe atë butësinë karakteristike këtyre kurabieve. Si e shikoni, brumi po mblidhet. Shtuam edhe pjesën e fundit të miellit. Ka dalë një brum I butë që nuk ngjit në dorë. Marrim gjithë miellin e suprinës. Është një brum që nuk ka nevojë të pushoj, mjafton që të punohet mirë. Si e shikoni, është perfekt, duket shumë I butë. E hapim në trajtën e një cilindri, e ndajmë në 2 pjesë të barabarta. Çdo pjesë e rrotullojmë në formën e një cilindri, e shtypim lehtë nga sipër, rregulloj mirë që kurabiet të dalin të njëjta. Dhe me pirunin do t'i bëjmë ato vijat karakteristike të kurabieve. Shpiruni, ky I jep atë formën e duhur. Kurabiet e mbajnë formën pasi nuk kanë fryrës. Fillojmë t'i presim dhe I vendosim në një tavë në të cilën kam vendosur letër fure. Do rëndisim rradhë të gjitha kurabiet e prera. Në të njëjtën mënyrë veprojmë edhe me cilindrin tjetër dhe pjekja zgjat diku te 15-20 minuta në 180 gradë. Nuk duhet I lëmë gjatë në furrë, edhe pse duken të bardha sipër, ato janë pjekur, thjesht duhen nxjerr nga furri dhe duhen lënë të ftohen. I vendosim në furrë dhe I lëm të piqen. Ja dhe kurabiet e pjekura janë ende të ngrohta, sipër I shtojmë pak sheqer pluhur për dekor dhe për shije. Janë tepër të buta, janë të shkrifta dhe shkrihen në gojë. Sa nostalgji të bukur sjell kjo recetë. Kurabie gjalpi, si dikur të thjeshta, por plot shije. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Me dashuri nga kuzhina ime.